Një mbrëmje e keqe kjo e sotmja për Armando Brojen. Sulmuesi shqiptar arriti të fitonte vendin e titullarit të Burnley pasi arriti të shënonte gol kundër Bournemouthin me kokë, duke mposhtur portierin serb Petrovic. Më pas kundër Newcastle, Broja dhuroi asist dhe do të nxirrte ndeshjen më të mirë të këtij sezoni në Premier League. Pas këtyre dy takimeve të mira të zhvilluara, Broja e blindoi vendin e titullarit për disa kohë. Si një sulmues me karakteristika shumë të mira, Parker po i besonte Brojës, pavarësisht se nuk po shënonte. Kjo edhe për shkak se raste nuk ishin të shumta për të. Shpeshherë nuk i krijoi asnjë mundësi, por për shkak të fizikut që Broja zotëron, shpesh sakrifikoi, duke mbajtur në alarm mbrojtjen kundërshtare. Dhe si për çudi, në ndeshjen Burnley-Tottenham, Armando Broja ka humbur 3 raste të pastra goli. Rasti i parë i art ishte në minutën e 47, kur sulmuesi shqiptar mori një pasim fantastik nga Antony. Pasi e kërkoi topin në korridorin bosh, Broja u gjend përpara portierit, por në një kënd paksa më të vështirë. Nëse do të godiste menjëherë, me siguri që topi do të shkonte në rrjet. Sulmuesi shqiptar humbi një sekond kohë, duke parë fillimisht portën dhe më pas goditi, por mbrojtësi i Tottenhamit u ushtri duke devijuar topin që nuk bëriti as në port. Më pas, rasti fatal i humbur nga Broja ishte në minutën e 60 të takimit, kur pasi shpërtheu nga krau, u gjend tek për tek me portierin kundërshtar. Këtë herë Broja gaboi akoma më rënd, duke tentuar që topi të përfundonte mes këmbëve të portierit të Tottenhamit dhe rasti ishte shumë më i pastër. Deri diku i arriti qëllimit, por duke humbur më pas forcën, pasi nuk arriti dot në port dhe u prit nga portieri. 6 minuta më vonë, Edwards dha një tjetër pasim të bukur për Brojen, që e nxirrte afër portës, por sërish shqiptari gaboi të rësisht, duke u rrëzuar në zonë dhe duke mos goditur as portën. 3 raste të mira të shpërdoruara brenda një ndeshje, dhe në fund trajneri i Burnleyt e nxori nga fusha për të aktivizuar Foster. Vetëm pak minuta nga hyrja, Foster shënoi golin e avantazhit për Burnley, 2-1, por Romero shënoi në fund për ta dërguar rezultatin në 2-2. Tifozët e Burnley kanë shpërthyer më njëherë në Twitter për Armando Brojen, duke i quajtur si sulmuesin më të keq që kanë parë ndonjëherë në Premier League dhe duke mos kuptuar vendimin e Parker dhe të klubit për të marrë këtë lojtar në skuadër. 3 raste të pastra të humbura në një moment kulminat të sezonit, pasi Burnley rrezikon seriozisht rrëzimin në Championship dhe fitoria sot ishte një detyrim. Ndërkohë pas këtij goli të Foster dhe humbjeve të pastra të rasteve nga ana e Armando Brojës, e sigurt është se shqiptari tani do t'i kthehet sërish stolit edhe për disa javë të tjera, derisa një tjetër situatë TV për ta ndryshuar atë dhe për të luajtur sërish si titullar.